Por e shtuna është dita ku u është bërë thirrje shqiptarëve në diasporë që të bashkohen me këtë protestë, po ashtu që të organizohen në vendet ku ata janë për të protestuar për të njëjtin qëllim, siç protestohet edhe në Tiranë dhe në qytete të tjera të Shqipërisë prej 18 ditësh tashmë për dorëheqjen e qeverisë dhe dorëheqjen e kryeministrit Rama. Do të përpiqem të marr edhe disa zëra të qytetarëve të cilët janë të pranishëm në sheshin Skënderbej. Përshëndetje zotëri. Çfarë kërkoni ju konkretisht? Pse protestoni? Ne kërkojmë kjo rini e mrekullueshme që del për ditë në shesh, që t'i shpordhim këta politikan që e kanë uzurpu këtë Shqipni. Po e Shqipni e mjera Shqipni. A di që e kanë bo popullit të? Që 30 vjetë e kanë vjetë. Kanë bu pasuri veç për veti. Për popullin s'kanë menu hiq. Unë jam me pension që sharak minatori valjesit. Këta për veti janë, nuk din ku kanë pasurin. Të të shduk nga faqe dhell. Qo e popull, mos i mani ma këtu. Ku, s'ka rini. Unë jam nga Veriu me urgjin. S'ka rini mo në Veri. S'ka mo, kanë ngellë mosha tret. Është këtu Arben Kola, njëri prej organizatorëve. Jemi drejt përse drejti News 24, shumë shkurt se e di që do të merresh pa. Nismëtarët. Arben, cili është fokusi i kësaj proteste ditën e sotme? Si do të jetë protesta, si do të zhvillohet? Atëherë nuk ka shumë ndryshime nga ditët e tjera. Fokusi është dorëheqje. Kjo është fokusi kryesor me 5 pika. Në marshim do ketë pak ndryshime të vogla, se do me thonë disa kërkojnë më shumë, disa më pak, dhe ne kemi ranë ngel 10 milion shqiptar, 6 milion ide, 3 milion platforma, 1 milion që janë kandidat për të folë, diku të 500.000 që janë kandidat për kryeministër, dhe sinqerisht dim si ta... Për kryeministër janë kandidat diku të 500.000. Kena 6 milion ide, 3 milion platforma. Do të thënë Arben jepet përgjigje edhe asaj pyetjes nëse Rama ikën kush do vi, kemi 500.000 kandidat. Atëherë, ne kemi thënë që janë diku të 1 milion që duhen të flasin. Në 1 milion 500.000 janë kandidat për kryeministër. Si do të zhvillohet në vazhdim edhe në ditët e tjera protesta? Ne pam që dje ishte dita e rinisë, sot ju keni bërë thirrje që të bashkohen pensionistët. Ju e dini që shumica e moshës tretë e prindërve tanë, unë si kam prindrit, po për ata që i kanë, janë braktisën si rezultati i shpopullimit, janë të lanë pas dorë si rezultati pensioneve qesharake, pa ilaçe, pa gjona, dhe kështu që automatikisht i detirohemi këtij brezi i cili punoi u përpoq për Shqipërinë, pavarësisht se u manipulua si nga sistemi i kaluar, si nga sistemi 35 vjeçar i tashëm. Mirë, faleminderit Arben. Kemi qenë me Arben Kolën, një prej nismëtarëve. Po zotëri. Unë ju bëj thirrje gjithë intelektualëve, kanë rastin të pastrojnë ndërgjegjet e tyre nga bataku ku i futi ky zotnia, që u bë kryeministër, dhe të vinë dhe të pastrojnë ndërgjegjet e tyre në të rebelim popullor. E para, e dyta i them atij Çirrykut, u ngritej populli. Ku do ikesh, ku do futesh? Erdhëm në thy. Është dita e pensionistave. Tani do të them diçka, sot Shqipëria ka 143.000 pensionistë në punë. Janë të dhenat e fundit para njave. 143.000 pensionista i thonë 20 milion euro në muaj kontribute që nuk rikthehen. Të paktën këto t'u japi pensionistave. Këto lek që kontribojnë këta pensionistë, sepse janë rreth 20.000 lek të vjetra afërsisht për çdo pensionist. Dhe rritja e pensionit mos të bëhet me përqindje, që të fitojë ai që merr 630.000 lekë dhe ai që merr 100 fitoj 5.000 lekë. Të bëhet me trash me lekë, thoj 10.000 lekë gjithë pensionistave. Këtë kisha unë dhe pensionistat i ftoj të gjithë tjerë këtu. Keni protestuar çdo ditë? Po, çdo ditë, jo, por një herë në 3-4 ditë kam ardhur. Po të vinë këtu sepse për ata kontribute ka, lek, të thash, i thon 20 milion euro në muaj pensionistat tjerë. Këto 20 milion lekë janë të vdekura. Sepse ne do vdesim. Kush di marri këto? Ne s'kontriboj, jepja,
pensionistave këto kontribut. Edhe ka me tjetër, që janë këto pensionet veçanta që jep kryeministri? Ku e ka të drejtë ai të hyjë sigurimet shoqërore, thot ti do marrësh kaj, ti do marr, ti je pilot, ti je profesor, ti je sportist, ti je aktor. Këto të hiqen dhe i lutem pensionistave të përkajnë. Që janë këto pensionet veçanta? Kontributet veçanta. Deli bën një fushë i Ramës ai Bashkim Hoxha në Durrës edhe pension 1 milion lekë. Ka jo merrem edhe sepse do thënë atë se ata bëjnë dhe burg, sepse marrin pensionet veçanta. Faleminderit e mu. Janë mbledhur, janë grumbulluar edhe qytetarët në sheshin Skënderbej. Mendimin e operatorit do të shihnim edhe disa prej pankartave të rinj i bëjnë thirrje Bashkimit Evropian që t'i dëgjojë kërkesat e tyre. Ka patur edhe disa pankarta që i kërkonin Bashkimit Evropian që të reagonte dhe ta dëgjonte zërin e tyre. Gjatë këtyre ditëve është komentuar gjatë në rrjetet sociale sot vendimi dhe votimi në Parlamentin Evropian që u jep të drejtë protestuesve për kërkesat që ata kanë shtruar. I kanë kërkuar Bashkimit Evropian që të reagojë. Votimi në Parlamentin Evropian sot ka qenë në favor të kërkesave të protestuesve dhe i është kërkuar me një amendament qeverisë shqiptare që të anulohet ligji 21/2024 për zonat e mbrojtura dhe të ruhen zonat e mbrojtura në Shqipëri. Nga momentin moment pritet që të nisi edhe ky marshim, por do të doja që të merrnim edhe zërin e ambientalistëve për të kuptuar se cilat janë ato ndryshime që u votuan sot në Parlamentin Evropian. Zoti Dervishi, jemi drejt për së drejti në News 24. Ju jeni marrë me çështjet e mjedisit gjatë. Si e komentoni votimin e sotëm në Parlamentin Evropian për amendamentin që i kërkonte qeverisë shqiptare të anulonte ligjin 21/2024? Faleminderit. Atëherë më bëhet qefi që ka mundësi ta shpreh dhe kënaqësinë. Realisht jam aq i lumtur nga dje, nga deklaratat e komisionerës dhe nga sot, pra janë dy gjëra konkretisht janë dy gjëra të ndryshme. Pra kjo kontraktita sikur u sqarua, edhe më bëhet qef që Parlamenti e pranoi si amendament edhe tregon që po, realisht kishim drejt. Edhe ne dinim që në Europë këta gjëra nuk ndodhin, pra zonat e mbrojtura nuk janë një zonë për ndërtuar. Edhe ky amendament që pikërisht këtë gjë i dha zë, na jep më shumë shpresë dhe më shumë vullnet për të vazhduar që realisht nga ndërkombëtare, pra nga një komision evropian që jep të tilla rekomandime dhe praktikisht edhe detyrime për Shqipërinë, kalojmë në veprime këtu në Shqipëri. Faleminderit. E kanë përgëzuar edhe të tjerë ambientalistë, të cilët janë marrë gjatë me çështjet e mjedisit vendimin e sotëm të Parlamentit Evropian, ndërkohë që kanë nisur edhe thirrjet e para, ndjekim edhe thirrjet që po bëhen, pas pak do të nisi edhe marshimi në drejtim të kryeministrisë, aty ku do të vendosen protestuesit dhe do të kenë edhe fjalimet e tyre.